أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Zotit të botrave, paqja dhe shpëtimi I Allahut qoftë mbi të dërguarin ton, Muhammedin dhe familjen e tij. Të nderuar besimtar, sonte jemi në vrazhdën e mësimeve të Ramazanit. Durimi është bazë e çdo karakteri të pastër dhe është pastrim nga çdo gjë që është antimorale. Durimi është prej porosive më të mëdha hyjnore, pa të cilën besimtari nuk ka mundësi të arrijë shpërblimin e Allahut dhe pa të cilin nuk do të ketë sukses as në dynja dhe as në ahiret. Durimi tek dietarët islam ndahet në tre lloje. Ai është durimi në adhurim, durimi në mosbërjen e mëkateve dhe durimi ndaj caktimeve dhe sprovave të Allahut të lartësuar. Kur jemi tek durimi në adhurimet ndaj Allahut Azza wa Jall, këtu është më specifike adhurimet të cilat kërkohen nga njeriu që të derdh njerëz sa më shumë dhe të jep mund sa më të madh në mënyrë që ato adhurime të jenë të pranuara tek Allahu I lartësuar. Prej këtyre adhurimeve kemi kur njeriu I kërkohet të falë 5 kohët e namazit. Prej këtyre adhurimeve kemi agjërimin e Ramazanit, dhënien zakat dhe kërkimin e diturisë në rrugën e Allahut. E adhurime të tjera të cilat nuk kanë mundësi të arrihen përveç se me durimin maksimal dhe me mundin më të madh që besimtari duhet ta ketë. Lloji I dytë I durimit ka të bëjë me mosbërjen e mëkateve. Kur është fjala tek durimi në mosbërjen e mëkateve, atëherë kemi të bëjmë me atë se si besimtari duhet të durojë në mënyrë që të mos bie në mëkat. Besimtari duhet të durojë në mënyrë që të ruhet nga mëkati. Themi kështu, arsye se janë ato të cilat e tërheqin njeriu. Mëkatet janë ato të cilat shejtani rrin mbi kokën e njeriu në mënyrë që ta hutojë dhe njeriu të bëhet preh e mëkateve të tij. Ndërsa besimtari duhet të jetë I durueshëm, besimtari duhet të ketë iman të plot në mënyrë që durimi të vijë në kohën e vet dhe të jetë I durueshëm ndaj mëkateve dhe të mos bij preh e mëkateve dhe të dënohet përpara Allahut të lartësuar. Ndërsa lloji I tretë I durimit ka të bëjë me caktimet dhe sprovat me të cilat Allahu Azza wa Jall e sprovon besimtarin. Kur është fjala tek sprovat e ndaj besimtarit, këtu futen me të gjitha sprovat me të cilat besimtari sprovohet nga ana e Allahut. Lloji I tretë I durimit ka të bëjë me durimin ndaj caktimeve të Allahut. Kur është fjala tek caktimet e Allahut, kemi të bëjmë me sprovat me të cilat Allahu e sprovon besimtarin. Sprovat të cilat janë të idhta, por se nga besimtari kërkohet që të jetë I durueshëm, nga besimtari kërkohet që të përballojë sprovat. Njeriu duhet ta ushtrojë vetveten e tij në mënyrë që të jetë I duruar. Atëherë kur njeriu e ushtron veten e tij dhe merret me durimin, bëhet I qëndrueshëm ndaj sprovave dhe caktimeve të Allahut, Allahu padyshim se do t'ja jep suksesin atij në dynja dhe në ahiret. Ramazani padyshim se është shkolla më e madhe dhe ndërtesa më e madhe nga I cili besimtari përfiton
në këtë botë dhe në botën tjetër. Besimtari në këtë botë përfiton mësime të shumta, përfiton se si duhet të duroj, përfiton se si duhet të jap sadaka, përfiton nga ajo dhe përfiton se si duhet t'i ndihmoj besimtarëve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në shumë prej haditheve e ka cilësuar muajin e Ramazanit si muaj të durimit. Në një hadith thot: "Saumu shahri as-sabri wa thalathati ayamin min kulli shahrin sawm ad-dahr." Agjërimi i muajit të durimit dhe i 3 ditëve të çdo muaji është sikur se të agjërosh tër vitin, ndërsa në një transmetim tjetër thot: "Yudhibna wahara as-sadr", e largon të keqen nga zemra. Ramazani përmbledh të gjitha llojet e durimit. Ramazani përmbledh durimin që njeriu duhet të ketë në adhurim, përmbledh durimin të cilin duhet ta ketë në moskryerjen e mëkateve dhe përmbledh edhe durimin të cilin besimtari duhet ta ketë ndaj caktimeve dhe sprovave të Allahut Azza wa Jall. Në këtë muaj njeriu mësohet si ta ushtrojë gjuhën e tij, të flas atë që duhet, e të mos flas atë që nuk duhet. Në këtë muaj njeriu mësohet se si të ruhet prej mëkatit. Në këtë muaj njeriu mësohet se si të adhurojë Allahun. Njeriu në këtë muaj pra mësohet që të ruhet prej mëkatit në përgjithësi. Gjithashtu në këtë muaj njeriu mësohet se si të kryej adhurimet në formën më të mirë, se si t'i nënshtrohet Allahut në formën më të duhur. Në këtë muaj besimtari kryen namaz shtesë, namazin e teravive e namazin e natës. Në këtë muaj kërkohet nga njeriu që të largohet nga ushqimi dhe nga pija. Në këtë muaj njeriu i kërkohet që të ushqejë të varfrit. Në këtë muaj njeriu i kërkohet që të adhurojë pra Allahun në formën më të përsosur. Në këtë muaj njeriu bën adhurim me atë që realisht në muajt e tjerë nuk konsiderohet adhurim. Pra në këtë muaj njeriu largohet nga lejesat që parimisht nuk janë të ndaluara. Thot dietari i madh Ibn al-Qayyim al-Jauzi se njeriu përbëhet nga 2 lloj forcash, forca shtytse dhe forca tërheqëse. Njeriu forcën shtytse duhet ta përdor aty ku ati i bën dobi, ndërsa forcën tërheqëse e përdor në mënyrë që të ruhet nga mëkat. Ka njerëz që fuqinë e durimit e shfrytëzojnë vetëm në disa aspekte. Disa njerëz mund të adhurojnë Allahun në formën më të mirë, kur është fjala për kryerjen e namazit, kur është fjala edhe për mos ushqim dhe mos pije, ndërsa kur vjen fjala për të këshilluar dikën për të mirë e për të ndaluar për të keqe, nuk mund të duroj, nuk është i durueshëm që këshillën t'ia jap në formën më të mirë. Besimtari është i obliguar që forcën e durimit ta përdorë në çdo aspekt. Kur është fjala për kryerjen e adhurimeve, të duroj tër natën në mënyrë që të falë namaz nafile, të duroj tër ditën në mënyrë që të mos ushqehet dhe të mos pi, të duroj gjithë ditën e gjithë natën në mënyrë që të mos bëj mëkate prej fjalëve të liga dhe punëve të shëmtuara, të cilat se padyshim se i aprishin agjërimin. Ibn al-Qayyim në një vend tjetër thot: nëse njeriu e mund durimi dhe nuk bie preh e lakmis dhe pasioneve, atëherë ai i përngjan me lajkeve. E nëse e mund atë lakmia dhe pasioni, atëherë i përngjan shejtanëve. E nëse njeriu nuk është i durueshëm ndaj ushqimit, pijes dhe epsheve, atëherë i përngjan kafshëve. Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të jemi të durueshëm dhe i ka lavdëruar të tillët. Ai ka premtuar vende dhe nder të veçantë për të durueshmit në shumë prej ajeteve kuranore. Në një vend Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." O ju të cilët keni besuar, bëhuni të durueshëm dhe të qëndrueshëm, mbahuni dhe friksojuni vetëm Allahut në mënyrë që të jeni të shpëtuar. Allahu në një vend tjetër thot: "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ndihmojeni veten tuaj me durim dhe lutje. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Edhe pse kjo është e vështirë përveç për ata të cilët janë të devotshëm. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala thot se durimi është i lehtë për besimtarët, ndërsa është i rëndë për ata të cilët nuk janë të devotshëm. Allahu në një ajet tjetër kuranor thot: "Inna Allaha ma'as sabirin." Me të vërtet Allahu është me durimtarët.
Çfarë inkurajimi i bën Allahu besimtarëve përmes këtij ajeti? Besimtari kur mediton thellë këtë ajet, mendon se Allahu qen ka me të. Kur Allahu është në të, atëherë kur njeriu është i durueshëm. Allahu në një vend tjetër thot: "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's, ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muhtadun." Si dhe ata të cilët janë të durueshëm në skamje, sëmundje dhe në caktime në gjëra të papritura. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muhtadun. Me të vërtet ata janë të sinqert dhe vetëm ata janë të devotshëm. Allahu Azza wa Jall i lavdëron pra të durueshmit duke i thënë se ju jeni të sinqertit dhe ata janë të devotshëm, duke i thënë pra se ju jeni të devotshëm. Allahu në një ajet tjetër kuranor thot: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Vetëm durimtarve u jepet shpërblim i pakufizuar. Pra Allahu askujt tjetër nuk jep shpërblim të pakufizuar, nuk i premton askujt shpërblim të pakufizuar përveç se durimtarve. Dhe në një ajet fundit tjetër Allahu Azza wa Jall thot: "Wa bashshiri s-sabirin alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Wa bashshiri s-sabirin, përgëzoj durimtarët, alladhina idha asabathum musibah, ata të cilëve pra përgëzoj besimtarët dhe ti përgëzoj durimtarët. Alladhina idha asabathum musibah. Kush janë pra ata durimtar? Janë ata të cilët kur i godet ndonjë gjë e papritur, thon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne me të vërtetë jemi te Allahut dhe vetëm tek ai do të kthehemi. Ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ata i pret bekimi dhe mëshira e Zotit të tyre dhe vetëm ata janë dhe vetëm këta janë në rrugën e drejtë. Atëherë kur besimtari e din se çfarë përfitime të menjëhershme dhe të mëvonshme rrjedhin nga bindja ndaj Allahut, dhe se çfarë dëme të menjëhershme e të mëvonshme sjellin mëkatet, se çfarë shpërblimi të madh sjell durimi në vështirësi, kjo i ndihmon njeriu që të jetë i durueshëm dhe të mos preket fare nga mëkati. Atëherë kur njeriu duron për hir të Allahut, Allahu do të jetë me të. Me të vërtet Allahu është me durimtarët, i ndihmon ata, u jep sukses, i forcon në rrugë të mbar. E lusim Allahun Azza wa Jall që të na jap sukses në kryerjen e veprave të mira gjatë këtij muaji. Të na pastroj zemrat tona nga mendimi i keq, të na pastroj gjuhën nga fjalët e panevojshme dhe të na pastroj gjymtyrët nga kryerja e veprave të liga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.